Reagjimi i Kiara Titos pas lajmit tragjik për ndarjen nga jeta të nënës së Elionës në Big Brother VIP Kosova ka prekur thellë publikun shqiptar. Moderatorja, e cila njihet për mënyrën empatike dhe të sinqertë të komunikimit, ka ndarë një mesazh të gjatë ku shpreh dhimbjen e saj të madhe për këtë humbje të rëndë që goditej një prej vajzave më të komentuara të formatit. Kiara u shpreh se lajmi e ka tronditur jashtëzakonisht shumë dhe se zemra i është mbushur me pikëllim kur mësoi se Eliona kishte humbur njeriu më të shtrenjtë në jetë. Agjo tha se askush nuk është kurrë i përgatitur për një dhimbje të tillë, e aq më pak një vajzë e re që gjendet e izoluar brenda një reality show, larg familjes dhe njerëzve të saj më të afërt. Më vjen jashtëzakonisht keq për Elionën, për ato që po kalon, për ato që ka humbur, është shprehur Kiara. Në komentin e saj, Kiara vlerësoi forcën që Eliona ka treguar përgjatë gjithë rrugëtimit të saj në Big Brother VIP Kosova. Sipas saj, Eliona ka dëshmuar se është një vajzë me kurajo, shpirt i fortë dhe prani që nuk lë askënd indiferent. Kiara theksoi se sfidat që ajo ka përballuar në jetën e saj personale dhe qëndrimit dinjitoz brenda shtëpisë e bëjnë të meritojë çdo hap të karrierës dhe rrugëtimit televiziv që po ndërton. Ajo shtoi se Eliona nuk është thjesht një konkurrente e radhës, por një histori e gjallë force dhe rezistence, dhe se vendimi i saj për të qëndruar në garë, pavarësisht dhimbjes së madhe, tregon karakterin e saj dhe jashtëzakonshëm. Kiara u shpreh se publiku e ka parë se sa shumë vlen kjo vajzë dhe se sa shumë meriton të jetë në atë format, sepse ka sjell emocione, sinqeritet dhe personalitet të pastër. Në fund të reagimit, Kiara i ka uruar Elionas forcë, durim dhe kurajo për të përballuar ditët e ardhshme, ndërsa ka theksuar se gjithë publiku është pranë saj në këtë periudhë kaq të vështirë. Ajo ka bërë thirrje që njerëzit t'i japin Elionës vetëm mbështetje, mirëkuptim dhe dashuri, duke e lënë mënjan çdo gjykim apo paragjykim në një moment kaq delikat dhe njerëzor.